dhe partizan totalisht i institucionit SPAK-ut. Por ama, jo. Po pra, je partizan, unë nuk bëj mite. Po pra, je partizan, nuk je gjerman. Unë nuk dal ati në Bruxelles dhe të shkruaj aty Altin Dumani. Unë shkruaj Albania. Pra, unë përfaqësoj Shqipërinë, nuk përfaqësoj veten time. Dhe këtu pastaj është i ke shipur kalit mbrapsht e mund. Po pra, dhe tani do vi pak te teza ime. Pra, unë mendoj që SPAK ose drejtuesi i ri që duhet në krye të SPAK-it ose GKK-ja janë të dënuar të vazhdojnë punën e ndjekur nga Altin Dumani. Por shpresoj shumë që ata të kenë, dhe këtu dalë tek përgjigja dhe asaj që thëti, të kenë mësuar nga gabimet e të kaluarës. Dhe deri diku, qasja që ka ndaj zonjës Balluku është një lloj reflektimi ndaj gabimeve të kaluarës, që do thotë dalim pasaj te procesi, te ana procedurale e procesit. Pra, vërtet ata mendojnë që ka prova shkelje për këtë zyrtar, për atë zyrtar, por kjo duhet bazohet një procedurë të mirëfillt. Nuk duhet të jetë thjesht me disa prova të shpërndara që mund të jenë biseda në WhatsApp. Por pavarësisht kësaj, unë insistoj me sa shikoj, kjo është një rrugë pa kthim. Kjo është një rrugë pa kthim, përsa palët nuk kanë gjetur në asnjë pikë të përbashkët. Partia Socialiste, Partinë Demokratike kanë një shkelje syri për ndryshimin e thellë të gjithë strukturës kushtetutës së vendit. Nuk është folur më për atë, se ndoshta s'është momenti, por sinjalet që i dhanë njëra tjetrës pak javë më parë janë aty. Dhe sinjalet që kanë të bëjnë me ndryshimin e gjithë strukturës të shtetit shqiptar, që ka të bëjnë me ndryshimin e parlamentit, shtimin e dhomës së senatit, uljen ose shtimin e numrit të bashkive, unë besoj do të ulje, pastaj shkojmë te ulja e numrit të deputetëve dhe nëse ti ndryshon pjesën kryesore nga buron gjithë pushteti legislativ, je i dënuar të ndryshosh edhe mënyrën se si do zgjedhësh antarët e strukturave të tjera të pushteteve që derivojnë nga legislativi. Prandaj, në këtë situatë unë shikoj, ose përpiqem lexoj mes treshtave një betejë mes institucioneve. Dhe fakti që SPAK shkoi kaq larg bashkë me GKK-n, se ne merremi SPAK, po është dhe GKK-ja që i certifikon ato kërkesa që ka SPAK, shkoi kaq larg sa pezulloi zëvendës kryeministren. Pra, do thotë që këta janë një rrugë pa kthim, se cila palë tani është në autostradën e saj, që nuk konvergojnë me njëra tjetrën. Partia Socialiste, Partia Demokratike, politika është nga një anë, dhe nga ana tjetër është drejtësia. Shqyqyn që s'është kështu. Tani unë mendoj këtë gjë. Ka dy skenarë në optikën time. O do bashkohen në një pikë, që do jetë një marrëveshje e madhe për integrimin, pra do ketë një lloj nuk do ta quaj amnisti, por do ketë një lloj pakti që do goditen zyrtarët, por do të hiqen disa elementë që kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës që është folur, ajo pjesë e nenit për zyrtarët e lartë. Ose këtu do kemi një përplasje dhe do jetë varianti i Rumanisë. Varianti i Rumanisë, e kam thënë disa herë, mund ta përsëris me dy fjalë, është që drejtësia misionin të saj i shkoi deri në fund. Si shkoi deri në fund Arbër, se ne e kemi thënë, po nuk e kemi sqaruar. Drejtësia atje i shkoi deri në fund duke arrestuar, e filloi me opozitën fillimisht, se ka disa gjëra që janë shumë interesante, të ngjashme me SPAK. E filloi me opozitën dhe atje. Filloi nga opozita, pak opozita. Filloi me nivelin e dytë, drejtor, sekretar të përgjithshëm ministrish, kaloi te niveli i bashkisë, niveli kryetarëve të bashkisë, pastaj filloi me biznesmen, kaloi në oligark, pak nga pak ju afrua pushtetit. Pak nga pak goditi dhe pushtetin e opozitës, goditi dhe pushtetin e majorancës. Dhe në fund fare, ngeli vetëm kreu i majorancës të atërshme në Rumani, i cili nuk ishte kryeministër, nuk ishte as president. Kishte një status si Ali Ahmeti, që ndronte në hije, po dirigjonte, kontrollonte gjithë fijet e partisë në pushtet. Dhe bashkëpunonte edhe me opozitën. Dhe ju bë letra për ta shkarkuar dhe për ta arrestuar, se ishte deputet, ndërkohë bashkë edhe me liderin e opozitës, ata bën një pakt të madh në Rumani dhe e ndryshuan, e shkarkuan Makovej ka qenë, që u bë më pas kryeprokurori i Bashkimit Evropian, dhe erdhi një kryeprokuror tjetër, ndërhyn amerikanët. Nuk janë më amerikanë siç kanë qenë, pra duhet thënë dhe ky element, ne nuk e dim skenarin, por ndërhyn amerikanët dhe çfarë bëri gjë e parë që bëri prokurori i ri? Arrestoi pikërisht dy liderët më të rëndësishëm të politikës atje. E vendi u futi një eksperiment, si e thash herën e kaluar, një eksperiment të disa i quajnë mirë, disa i quajnë negativ, një eksperiment ku drejtoi qeveria vetëm nga teknokrat. Dhe ka qenë periudhë gati 2-3 vjeçare, nuk kishte më politikan ose lider politik që të mbijetonte ose të merrte përsipër të ngrinë një parti politike. Merreshin
profesora, merreshin doktora, bëheshin ministra, pra merreshin njerëz që nuk kishin lidhje me politikën. Kjo sa i mundshëm është ky skenar të ndodhë në Shqipëri, Arbër? Kështu siç e shikoj unë, është shumë i mundshëm. Sepse është identik shumë i mundshëm. Për mua është shumë i mundshëm sepse unë e thash, është e dënuar drejtësia e re ta çojë deri në fund atë që ka patur mision, strukturë e posaçme kundër krimit dhe antikorrupsionit. Tani korrupsioni ne dim shumë mirë. Ku fillon? Fillon poshtë apo jo? Në fund të piramidës. Dhe ku mbaron korrupsioni? Korrupsioni nuk mbaron asnjëherë, po ku mbaron? Po flasim pjesën e mandatit që ka SPAK ose pjesën e punës që ka SPAK. Mbaron duke shkatruar gjithë piramidën. Tani ku jemi ne? Po ta shikosh me detaje, ku është SPAK? Goditi poshtë, goditi rrethin e 3, rrethin e 4, rrethin e 5. Tani SPAK është në majtë të piramidës. Është zëvendës kryeministrja, që nuk dihet çfarë do ndodhi, presim mendimin e gjykatës. Kushtetuese është lideri i opozitës në lojë ende, pavarësisht se unë jam me Marsilin që nuk ka një vendim përfundimtar të gjykatës, pra nuk qëndron ai spekulim që është thënë ndërkombëtarisht, por gjithsesi është maja e piramidës. Janë gjithë krerët më të lartë të politikës. Tani ju besoni që kjo drejtësi, e cila i ka rrethuar të gjithë, ju ka bërë dosjet gati të gjithë, ju besoni që do kursejnë do kënd? E përse duhet ta kursej drejtësia e re me të vetën, edhe pse unë jam kritik me këtë element. Përse duhet ta kursej kreun e majorancës? Ka ndonjë arsye? Unë nuk shikoj asnjë arsye pse duhet ta kursej. Por unë shikoj një arsye që këta të bashkohen për t'i bërë një blokadë, sepse vërtet drejtësia duhet të dënojë dhe duhet të arrestojë dhe të merret me ata që janë të korruptuarit. Shumë dakord me këtë element, por shkoj te ajo që thot Nardi. Procedura, ligji, të zbatoj ligji dhe zbatoj procedura. Nëse ti shkon me paradigmën që unë do ta dënoj, pastaj të gjej faktet, ky është një eksperiment që unë jam kritik sepse nuk është natyrë. Është tek prokuroria Ariani Çelës. Pikërisht. Dhe unë shikoj që te zonja Balluku për shembull, ka një lloj përmirësimi të procedurës. Pra dhe juristët janë të dyzuar, nuk thonë më siç ishte te zoti Meta, te zoti Velia, që izolimi ishte i tepërt. Pra gjithë thonë që ishte i tepërt i parësyeshëm. Dhe mbajtja në burg ka gjatë tepërt e parësyeshme. Ndërkohë, te zoti Balluku shikoj se kemi një ndryshim të situatës, pra ata po përmirësohen në procedurë që kanë pasur problem. Dhe goditja nëse do vi goditja finale ose goditja fatale ndaj politikës që është kreu i piramidës, do jetë një gjë shumë, mendoj unë, e mirë organizuar dhe mirë strukturuar. Por në këtë situatë që është, unë shikoj që kampet janë në kahe të ndryshme dhe janë të dënuar ta çojnë deri në fund misionin e tyre, sidomos drejtësia e re. Avokat, ndërkohë çfarë po ndodh me kandidatët që le të themi pritet që ose kandidatin që do të zëvendësojë Altin Dumanin? A do kemi sërish të premten aty prezent, fjala vjen një Juri Kim tjetër, siç ndodhi, jo, atë zonjën Nancy Van Horn që është e dërguara me punë. A do kemi përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjedhjen e kandidatit të ri? Si e shikon? Këtë nuk e di orët, a do shkojnë. Jo, ideja është nisur nga fakti që intuita ime më bën të besoj në një fakt domethënës, që cili do qoftë drejtuesi i ri ka për të qenë shumë herë më i mirë se sa 3 vjeçari, domethënë se drejtuesi aktual, zoti Altin Dumani, dhe këtë nuk e lidh me emrin. Më i mirë, më i butë po thua? Më i mirë. Por unë po flas profesionalisht. Procedura. Unë flas profesionalisht. Nuk flas domethënë se sa i bukur është kur del dhe sa bukur flet. Unë po flas proceduralisht. Se më i mirë se zoti Dumani e kam bindje domethënë në vetvete që do jetë. Megjithatë diskutimi nuk është ky. Është dhe kjo pjesë, po për do i guximshëm sa Dumani apo jo është. Po për këtë e kemi fjalën. Shiko, guximçin se Dumani duam, nuk mund ta mohojmë një gjë që ka guxim. Pra ka guxuar të shkojë përtej asaj që ishte imagjinueshme. Po pse s'guxojmë gjërat e tjera më burse ti vetë të çuditni fare me këtë historinë e guximit. Po sa po ti rreshtova, më mund të rreshtoj këtu. Përpara një muaji sa i kam rreshtuar redi këtu 15 çështje, të cilave u ka kaluar afati hetimor. Ndoshta s'ka gjetur prova më. Po këtu ka gjetur. Pushoja moret. Po ndoshta nuk ka pushoja, po është një gjë që mbetet për tu parë. O Arbër, një njeri mbetet për tu parë. O Arbër, mendoj guximin e mohon apo jo? Dakor, më duroj. Unë jam kritik për vetëm ti e di. Më fal se s'dua ta prish gojen sepse mund të thotë një fjalë tjetër tani për guximin. Vendose, jo, pa nuk e them sepse për etik tani. Vendose veten, në qoftë se ti je një person në hetim,
dhe rri aty dhe në asnjë ditë vetme ty nuk të jepet asnjë lloj informacioni, apo mbaron hetimi, as po mbaron, apo shkon në gjykim, as po shkon në gjykim. Pra ti je i ngrirë, je te humera dhe pret ditën do të rrëzojnë këte apo do të rrëzojnë këte. Kjo është një status quo e frikshme. Këtu jam dakord me ty. Po thosja për tjetër gjë. Janë mbajtur ata më të dosjes 339, 6 muaj pa ju dorëzuar akuza. Shikoj, më thoshte një koleg. Flasim për tjetër gjë. Flas guximin, më po them procedurat e gabuara që ka shumë. Po. Këtu jo thjesht për spakut, po dhe drejtësia në tërësinë e vet është bërë super burokratike. Ka qenë DC, tani është bërë super burokratike. Po. Thoshte një koleg përpara një javë, thoshte Nart, kam një çështje, ai kishte një çështje me ja 7-8 le të themi persona dhe i kishte shkuar çështje nga prokuroria, mbaj mend këtë, 69.752 faqe. Që nuk është çështja më se ke fashikullit e Erjon Veliajt edhe të Sali Berishës me 66 fashikuj e ka. E kupton domethënë? Sa faqe i bie? Zot nëse vaje se një mund të ketë 1.000-2.000 faqe fashikuj. Ky e kishte 69.752 faqe. Tani ne bie kanë bërë punën mirë. Po, prit pra një sekond. Ne të dy e kuptojmë shumë mirë, domethënë se të lexuar jemi besoj. Po për të lexuar 69.752 faqe, a mund ma bësh domethënë në mënyrë matematikore se sa ditë na duhen, ne vetëm të lexojmë këto? Tha dhe për Veliajin, edhe Velia ishte. E kupton, kjo është këtu, kjo drejtësia jonë është bërë hith ujë, hith miell. Këta çojnë ato karrocat me dosje aty, por brenda thelbi është bosh. Avokat, se po shoh dhe falenderoj regjin që solli këtë pamje nga Kongresi Amerikan, nga komiteti. Po, ishte para... Ideja, nuk e thash kot atë, a do kemi aty një jurikim tjetër. Si e mendon raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur nga konstatimet që bëri Kate Self edhe Edward Joseph, që të dy njëri vendosi, domethënë e vendosi gishin në plag për sa i përket zgjatjes, domethënë numrit të madh të dosjeve dhe pritjes madhe që ka cënon sundimin e ligjit, tha ai, dhe Edward Joseph tha që SBA është shqetësuar për goditjen e liderëve të opozitës, pra që spak deri diku, jo vetëm që ka goditur, por ka goditur më shumë djathtas duke vënë rrezik pluralizmin politik në vend. Oret. Pra, si i shikon Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë histori? Për sa i përket kësaj pjesës dytë, unë them domethënë ka goditur pak. Nëse po flet për opozitën. Shumë njerëz më thonë, "Ore, po çfarë ti presësh më kësaj opozitës, ti mos se këta kanë 12-13, do rrinë 16." Jo, jo. Në qoftë se këta kanë bërë korrupsion, në rast se thash kanë bërë korrupsion, cili do prej tyre duhet shkojë në netim dhe në gjykim në këto gjykata shqiptare. Unë e di që ka disa dosje të nxehta hetimore aty, shumë shpejt mund dalin për këta, në le të themi, oligarkët më thonjë ato opozitës, dhe uroj domethënë ja u ysht dëshirën e zjarr dhe vrullin që këta ta bëjnë një gjë të tillë. Në kuptimin e më fjor, sepse pse ti je në opozit, nuk mund të amnistohesh më burr. Ti ke dalë në opozit, ka nxjerr populli shqiptar në opozit pikërisht sepse ke qenë i paaftë për drejtu këtë vend. I paaftë ose i korruptuar. Ose i korruptuar, po desha ta latoj fjalën. Kjo ishte ideja. Domethënë, kështu që s'duhet merrem më me këtë historinë pse këta janë të opozitë. Po punë e madhe. Po mirë, më dalën në krahun tjetër dhe s'do të merre fare më me këtë. Po si është e mundë më që leadershipi i opozitës më shumë është pasuruar gjatë kohës që ka qenë në opozitë se sa kur ishte pushtet. Kanë deklaruar dhe apartamente dhe pasuri palujshme, edhe mjetet luajshme më shumë në opozitë. Shkojmë këtu ta lëmë opozitën se e diu që të çan shpirti aty, po do dal atje. Ashtu. Po do opozita është pjesë e sistemit politik. Dakor, si shikon të përjashtuar. Të lutem mos tregojmë kaq të afërm me opozitën. Jam e rëndë. Jo. Dore tani. Jam e rëndë, jo. Tani jemi kaq të afërm me opozitën. Le të jemi tash për edhe me opozitën, po pyetja është jo kot. Mos i vim çafkat. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vin për gazin dim se më shumë. E ke fjalën gazin dhe Belindin edhe Flamurnokën. Ata janë ardhmë. Mos ta fiksim asnjë, po ata janë ardhmë. Sinjale do ta pranosh ti, ata janë mund të jetë një triumvirat që mund ta drejtojë për të. Nga ty i pranoj mos i ke pranoj. Mund të jetë triumvirat. Prita këtë triumviratit, po avokat. Mund të ndryshojë nga Shtetet me gjithë këtë histori ti vazhdon. Unë jam shumë serioz. Vetëm mos u bëj serioz. Nga kjo histori, nga kandidati i ri, po them unë, këto sinjale që na vinë nga Washingtoni.
për sa i përket kësaj pjese, të dy kongresmenët kanë thënë dy gjëra të rëndësishme për mendimin. Joseph është thjesht studiues, njohës i mirë, ekspert. Okej. Keith Self. Okej. Kanë thënë dy gjëra shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me reformën drejtësi në vetvete për SPAK-un. Pra, për reformën në drejtësi për mënyrën se si po avite. Dhe sa po ta thash, 69.752 faqe, kemi kaluar në burokraci totale më. Kush është gjyqtari që mund ta lexojë këtë dosje? Se duhet ta lexojë më gjyqtari këtë dosje para se të japë një vendim. A di se sa i duhet të ta lexojë këtë? Pra çën këto budalliqe. Ti sot shkon në gjykatë marrësi deri fort mirë, për një vendim ndaj burri nga gruaja, shikon 50 faqe vendim. Ora, nda burri nga gruaja, më çfarë do shkruash aty? Pra idiotizma, dhe këto i ka prodhuar reforma në drejtësi oret. Dhe pastaj vënohen vendimet dhe ka reforma në drejtësi. Po pse kush e ka oret? Edhe këtë divorceve? Po gjithë se që është jashtë. Jo, e ka harta e regjysore. Jo, prit pak. Harta e regjysore. Pse më ngacmoni për çdo gjë që duhet të flas? Nuk e ka fare harta e gjyqësore, e ka mendësia gjyqtare që ai gjyqtari përpara kësaj reformës, po dëgjoj një sekondë se jam aty thash. Ai gjyqtari përpara reformës në drejtësi shkruan të vendim, arbri ose nardi u nda. Në bazë në një kaqina, karoj, kaq është. Kurse ky gjyqtar i ri, ky na jep doktrinë. E fillon në Australi dhe e mbaron në Amerikë. Edhe na nxjerr një 50 faqe që nuk e lexon dot. Dhe ti kur fillon e shkruan ato, ti si gjyqtar, normalisht nuk do prodhosh një vendim në ditë, se mund të prodhojë 10. Prandaj ke 200.000 dosje në gjykata historia këtë tjera. Në raport me këtë pjesën që me këtë pjesën dhe me kandidatët. Okej. Unë nuk e dia do shkoj e ngarkora me punë atje, po shkoj do thotë që është sinjal që vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sy te SPAK-u ose sa ata te SPAK-u i kanë pasur dhe i kemë besoj, ose kanë sinjale që aty mund të bëhet ndonjë lojë. Se Yuri Kim në 2022 shkoi pikërisht për këtë arsye. Sepse u pa qartë që Zoti Rama ose njerëzit pra Zoti Rama po yshnin drejt kandidaturës dhe Edvin Kondilit aso kohë. Po, dhe Yuri Kim shkoi sepse donte domethënë kalorsin e vet. Pra që ishte Altin Dumani. Tani unë nuk e di nëse do ndodhi një njëjtë histori. Puna ka qenë stimulim, pa domethënë vajtja se nëse realisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet ambasadorit ka vullnet për zgjedhur një person tek i cili kanë besueshmëri, atë në vite që të shkoj deri aty në dyert e... Po nëse bëhet lojë aty brenda atyre atarëve të KLP, sigurisht më në vite, se po shkoj aty këta e bën alla shqiptarë. Po ndonjë guximin që të bëj lojë, nëse ka ambasada amerikane. E ke guximin çfarë po thumur po? E kanë. Po sigurisht se kanë. Dakor. Po sigurisht nuk e kanë tani, mos u bëj kaq domethënë. Dakor. E kanë që s'kemi atë punë. Tani gjithë historia vërtetë rreth dy emrave, pa hequr mundësinë dhe dy kandidatëve të tjerë që për mendimin tim Doloreza për shembull është një super kandidate, super prokurore, për mendimin tim. Po s'jam unë që votoj aty. Dhe emrat shkojnë midis Adnan Xholit dhe Klodian Brahos. Yshten shumë tek Klodian Braho. Mediat kryesisht tek Klodian Braho. Nuk e di pse kanë këtë lloj qasje. Nuk e di pse duan me patjetër domethënë që t'i japi një lloj feedbacku. Në fund të ditës unë besoj prapë tek ajo mendja ime që në fund do dalin Adnan Xholi. Sepse unë besoj fort domethënë që Adnan Xholi është nga ata persona të cilët mund t'i japi një shtys SPAK-ut në ana gjithmonë procedurale. Unë jam kundër një organi akuze i cili shkon dhe të qep letrat përpara të fut mbrenda në burg ose në një masë shtrënguese dhe pastaj fillon të qep letër. Kjo ka qenë mendësia e Janit Çelës, prokuroria e tij, të fuste brenda dhe pastaj të bënte formalitetin, bënte dosjen. Unë jam për një prokurori që të qep dosje nga Aja të Zheja, e çon në gjykatë, ndoshta edhe pa mas sigurimi fare, e çon në gjykatë dhe personi pastaj të dënohet dhe të shkojë të bëjë burg. Dhe më së shumti kur bëhet fjalë për raste të korrupsionit, duhet me patjetër ajo që tha Marsiti pak më parë, konfiskimi i pasurisë. Këtyre njerëzve po su konfiskojnë pasurinë. Çka punë ke bërë më zotri? Po i dënove 2 vite. Mos më intereson fare. Se a shkon Alçi Bllaku apo Lefter Koka në burg. Po ke rastin e shefit operacional atë tjetër që dolën me 2 vite. Pra këto janë në kuptimin e mirëfillt fjalës idiotizma. Bori Vangjysh Dako 9 muaj burg, po i konfiskoi gjë Vangjysh Dako si më zotrin, nëse ka pas për të konfiskuar, se nuk po merr. Pra i duhet bër kur ti je te korrupsioni e mbylla. Kur i je te korrupsioni, domosdoshmërisht bëhet
edhe inspektimi, hetimi i pasurisë së individit. Në rast se ti nuk e bën këtë gjë, atëherë nuk e bën asgjë. Dhe të heqim një herë mirë këtë idenë e shpërdorimit detyre. Nuk ka shpërdorim detyre, ma është vepra penale më idiote e që është vendosur në kodin penal më. Është idioteske më, duhet hequr nga me një herë nga 248 duhet hequr më. Nuk ka shpërdorim detyre. O ka korrupsion, o s'ka korrupsion. Shpërdorimi i detyrës është një vepër që është futur në kodin penal për të reatuar prokurorin.